Avokati i popullit ka kremtuar 25 vjetorin e themelimit në një aktivitet me praninë e zyrtarëve të lartë të vendit dhe personaliteteve të ndryshme. Avokatja e popullit Erinda Ballanca tha se këto 25 vite duhet të shërbejnë për të rritur rolin e këtij institucioni. Ndaj ky 25 vjetor nuk është një pikë mbritje, por një pikë nisje. Ne nuk mund të kënaqemi vetëm me faktin se ekzistojmë. Duhet të shqetësohemi për sa ndikojmë. Nuk mjafton të jemi të pranishëm në krizë. Duhet jemi të domosdoshëm në çdo ditë të zakonshme, ku drejtësia, barazia dhe dinjiteti sfidohen. Duke e konsideruar institucionin e avokatit të popullit si mbrojtës i të drejtave të njeriut në Shqipëri, kryetaria e Parlamentit Elisa Spiropali thekson se ky institucion kujdeset çdo ditë që të mbajë Republikën tonë demokratike. Në këtë këndvështrim kryeparlamentarja vlerësoi bashkëpunimin midis institucionit që drejton dhe avokatit të popullit. Përmes bashkëpunimit me Kuvendin, ky institucion ka kontribuar në korrigjimin e çështjeve të drejtësisë sociale, në përmirësimin e shërbimeve publike dhe në ngritjen e standardeve të trajtimit të grupeve më vulnerabël. Spiropali vlerësoi rolin e avokatit të popullit për integrimin në Bashkimin Evropian, fal edhe ekspertizës së krijuar në këto 25 vite të funksionimit të tij. Integrimin familjen tonë natyrale Europiane kërkon përputhje të plot me standardet e të drejtave të njeriut dhe me mekanizmat e pavarur të mbikëqyrjes. Europa dhe institucionet e saj, më shumë se mbi gjithçka tjetër, janë të ndërtuara mbi vlerat, e në qendër të tyre qëndron njeriu, të drejtat e tij të palienueshme dhe dinjiteti i tij i pacënueshëm. Pikërisht këtu, eksperienca dhe ekspertiza që ju keni ndërtuar për gjatë 25 viteve bëhen një burim i vyer për këshillimin e reformave legjislative dhe administrative. Në këtë aktivitet morën pjesë personalitete të ndryshme publike, nga politika, drejtësia, diplomat, përfaqësues të fushës së medias dhe të biznesit.